Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar një moment shumë të bukur. E pastaj ju më thoni o Tiron, po ti pse do kaq shumë Kiarën, pse do kaq shumë Luizin, pse anon kaq shumë pas këtyre. Unë nuk anoj, por ato të bëjnë ti duash. Sa mirë njohës është Luizi, sa falenderues është Luizi, sa bukur di të ndanë momentet e bukura të jetës së tij me publikun shqiptar, mesazhet e tij të cilat vërtet kur i dëgjoj, ashtu siç mua, po besoj dhe juve, u japin emocione nostalgjike. Të shohësh Luizin në story, me njëherë të rikthen në Big Brother VIP 2, kur Luizi 24/7 na falte dashuri, na falte adrenalin, na falte emocion, na falte batuta. Ore lanë njerëzit punën e tyre, do të thënë lanë punën, nuk shkonin në punë të ndjekin Luizin. E ke parasysh qa bënte shpirti Luizit? Shpirti Luizit bënte atë dashurinë e madhe, atë mbushte zemrat e njerëzve. Thënë Luizi ishte oksigjen, u shëndrua në oksigjen për popullin shqiptar, nuk jetonin dot pa Luizin. Dhe kjo është një super arritje e madhe. Dhe ku do jetosh pa Luizin? Haj më thuaj, ku do jetosh? Luizi e para njëherë dije çfarë është artisti. Dije çfarë është imazhi publik, dije të respekton atë publikun që duar trokiti se fama apo personazhi publik duhet të dije të mban publikun për vete. Nuk është puna tash unë do bëhem i famshëm sot, edhe nuk do merrem fare me publikun, unë do ri koklar, unë do bëj këtë të fortin e VIP-it, unë nuk do postoj asnjë gjë. Dhe unë thjesht do postoj një fotografi nga puna ime dhe ja duar trokiti ju ti dëgjoni këngët e mia, nuk është ashtu. Luizi, Instagramin e tij, dritaren e tij për publikun e përdorën për çdo informacion. Publiku te Luizi Elli merr çdo informacion. Luizi për ditëlindjen e Lunës së bashku me Kiarën që dua ta falenderoj pafund, ditën ta respektojnë publikun, tani ato nuk mund ta thrasin në ditëlindje të gjithë shqiptarin, sepse janë shumë. Por të paktën me të gjithë shqiptarin ato i ndan momentet e bukura të tyre, i ndan emocionet, e ndan adrenalinën, e ndan gëzimin, e ndan festën, do të thënë në një farë mënyrë të gjithë ishin pjesë e festës së tyre. Dhe Luizi në Instagramin e tij me patjetër që do të ndan edhe për vjetorin me martesën me Kiarën. Luizi dhe Kiara po bëjnë 2 vite martesë. Shumë të lumtur, shumë të kënaqur. Luizi falenderues pafund në fakt në përshkrimin që ka bërë, do isha e lutur Luizit një gjë që mos të vej muzikë nga mbrapa videove kur flet, sepse ne nuk mund t'i hedhim në YouTube o Luiz na bën problem, nga që na kapën copyrighti, kështu që unë e di që ti ke ndjekje në Instagramin tënd, po ka edhe ca zonja që nuk kanë Instagram, edhe duan të të shohim nëpërmjet nesh, kështu që kur ta bësh atë videon vllai i dashur, mos hedh muzikë, që ta marrim ne atë videon, edhe ta vëmë te komentimi jon dhe zonjat tona të nderuara të kënaqen duke të ndëgjuar. Do të thënë është një super moment i bukur që ti duhet ta ndash me të tjerët, por këtë herë ne po ta falim, edhe do ta komentoj unë atë pjesën se çfarë ke thënë ti. Luizi ka thënë kështu, që unë jam shumë i lumtur me Kiarën, jam shumë i gëzuar me Kiarën, e falenderoj Kiaritën time që më ka qëndruar pranë në çdo moment, sepse ju e dini shumë bukur që për 2 vite Luizi dhe Kiara nuk e kanë patur fare të lehtë, u ndeshën me shumë probleme, u ndeshën me shumë lajme të rrejshme, u ndeshën me shumë montazha të ndryshme që mundoheshin nga inati, nga urrejtja, nga mlefi ta ulin në tokë imazhin e Luizit, dhe unë e kam thënë këtë gjën për të disatën herë që ne shqiptarët e kemi një defekt që nuk e ndryshojmë kur. Dhe defekti jonë është ky. Çdo gjë tjetër të pranojmë dhe suksesin jon. Dhe në këtë rast, shqiptarët bënin luftën e madhe që nuk i pranonin suksesin Luizit. Jo të gjitha, disa prej tyre që e kishin inat, që e kishin mlef, që urrenin që Luizi të ecte kaq lart sa ka mbritur. Dhe për këtë gjën, Luizi Elli me durim, me forcë dhe me besim të njëri tjetrit, kjo është shumë e rëndësishme, dua të përgëzoj dhe Kiarën këtu, sepse Luizi vërtet e ndihmoi Kiarën që Kiara të ngjithet në këtë skenën, të realizojë ëndrrën e saj, sepse Kiara ka patur ëndër portokallin, këtë gjë ka shprehur edhe në shtëpinë e Big Brotherit. Unë kujtoj një moment të bukur kur Luizi është kthyer nga kamera
po në dhomën e ndenjës, duke i thënë kamerës që të lutem mos ma jep mua çmimin, po të paktën realizoja Kiarës këtë ëndër, që të bëhet moderatore në Top Channel. Dhe Kiara me shumë dëshirë të madhe, duke patur gjithë jetën e saj këtë stynim, duke patur gjithë jetën e saj këtë qëllim, arriti të bëhet moderatore konkretisht në spektaklin më të fuqishëm dhe më afatgjatë të televizionit Top Channel në Portokalli. Spektakli që ju e dini që kanë nxjerr yje pa fund. Unë e thash edhe që parë, po e them dhe tani, Top Channel nuk i merr VIP-a, po i shndron në VIP-a. Dhe Luizi dhe Kiara kanë patur një 2 vjeçar të ngjeshur, një 2 vjeçar që nga ana profesionale është dashur të punohet shumë. Luizi ka qenë i stër ngarkuar me punët e tij, ka qenë një 2 vjeçar që nga martesa e tyre që ndodhi në Bashkinë e Tiranës, Luizi dhe Kiara blen shtëpinë e tyre, blen hyrjen e tyre, ndërtuan hyrjen e tyre, erdhi në jetë Luna Mari, dhurata më e bukur që ndryshoi çdo rrugtim të çiftit, që solli momentin më të rëndësishëm të çiftit në jetë, do me thënë, bekimin Zoti ju afal. Ju e dini shumë mirë që Luizi dhe Kiara ka një lidhshmëri të madhe shpirtërore me Krijuesin, me Zotin, me Krishtin, dhe Zoti ju afali të gjitha të mirat dhe i bekoi me dashurinë më të madhe që ato gjithë jetën ka nëndruar, dhe sidomos Luizi e kishte shumë me qejf këtë pjesën, nga që e fliste non stop brenda shtëpisë të Big Brotherit që unë do bëj gotë dhe ashtu si që fliste, Zoti adhuroi. Ne gjithmonë i besojmë këtë faktin që sa më shumë të kërkojmë një gjë, Zoti e ka qef që ne t'i lutemi non stop për të na falë një gjë dhe ai atë gjë na jep. Në anën tjetër është kjo pjesa tjetër që Kiara nuk është se mbeti një personazh publik i pa përdorur në veten e saj. Kiara unë gjitë, si që thash, në skenën e Portokallis, na treguan shembullin e një familjes tradicionale shqiptare që pa marrë parasysh që është edhe figurë publike, pa marrë parasysh që është një ndër vajzat më të klikuara të showbizit, Kiara diti të jetë një nuse shembullore, do me thënë një marrëdhënie të mrekullueshme me zonjën Anxhelin, që Luizi e pati thënë në Big Brother dhe këtë fjalën e ruajti dhe jashtë Big Brotherit që nusja ime e ka për detyrë të respektoj nënën time, por Kiara nuk është se e bën këtë gjë se po ja kërkon Luizi, sepse sado që t'ja kërkonte Luizi, në qoftë se Kiara nuk do ta ndjente në shpirtin e saj të kote kishte Luizi këtë pjesën, por Kiara e bën sepse është njeriu i atill. Është një gocë fantastike, është një gocë me zemrën shumë të mirë dhe do me thënë e respekton vjerën e saj jo si vjerë, por e respekton si shoqe, dhe nga kjo martesa që ndodhi nga shtëpia Big Brotherit dhe që vazhdon dhe sot, ne po marrim një shembull të një familjes shumë të klikuar, të një familjes shumë të famshme, familja më e famshme shqiptare, por që në anën tjetër ruan edhe tradicionalitetin, do me thënë që shkojnë së bashku në pushime, zonja Anxhelina ishte së bashku me Kiarën edhe me Luizin, nuk naqën, do me thënë është një 2 vjeçar martese që vërtet na dhuron emocion dhe na dhuron të mësojmë se si ruhet familja. Unë i uroj 2 vite të para të bekuara që i karoi Luizi me Kiarën deri më sot, po i uroj dhe 200 vite bashk. Uroj që të na japin gjithmonë dashuri, uroj që të jenë kështu si janë, të mos ndikohen asnjë gjë, të ndjekin zemrat e tyre, sepse duke ndjekur zemrat e tyre e vrasin çdo zemër tjetër që mundohet të prish këtë zemër të madhe që është të ndërtuar. Të keni dashurinë dhe urojmë së shpejti të shohim Luizin edhe Kiarën edhe me një bebush tjetër në krah.